Një ditë para nisjes zyrtare të fushatës elektorale OSB ka dhënë vërejtjet e para. Në një tryezë të zhvilluar me institucionet e drejtësisë dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nënvizuan se shitblerja e votës dhe friksimi i zgjedhësve mbeten sfidat kryesore. Vazhdojnë të jenë çështje shqetësuese. Të dyja raportet rekomendojnë që organet ligjbaztuese të bëjnë çdo përpjekje për të identifikuar dhe hetuar në mënyrë të pavarur të gjitha akuzat për shkelje zgjedhore. Prokurori i përgjithshëm Olsen Çela kërkoi hetim të shpejtë ndaj krimeve zgjedhore. Ka nevojë për një qasje proaktive, jo për një qasje pasive. Çka duhet shoqërohet me hetime të shpejta, hetime intensive, hetime gjithëpërfshirëse dhe në bashkëpunim me të gjitha institucionet e tjera ligjzbatuese. Nga ana tjetër, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi apeloi që institucionet e drejtësisë të fokusohen në prova dhe jo retorika. Nëse dikush mendon që prej kësaj kategoria për këtij grupi mendon që ka diçka që nuk shkon me zgjedhjet, si në aspektin e thyrjes së ligjit penal apo edhe të kodit zgjedhor, është me rëndësi që t'i adresoj në mënyrë të përshtatshme. Retorikat publike dhe qasjet vetëm mediatike të këtyre shqetësimeve, unë mendoj që jo vetëm nuk e ndihmojnë procesit, por kanë edhe efekt të kundërt. Palët theksuan se rëndësishme është edhe transparenca për të rritur besimin e qytetarëve që procesi zgjedhor do të jetë demokratik.